Gazetarin e sportit Taki Sopi. Taki, mirë se erdhe. Mirë se gjitha, Blendi Dërentina. Po e nisim me ndeshjen e djeshme, ku u dhanë 6 minuta para se të përfundohej ndeshja, u inkuadrua në lojë Zhegrova, më pas edhe 4 minuta tjerë të shtesës, që i bie 10 në total. 10 minuta në total. Për këto 10 minuta, më pas e do diskutojmë për suksesin e tij dhe performancën që pati ky gjatë këtyre 10 minutave. Pse Zhegrova ka pak minuta tek Juventusi në përcaktimin tuaj tak? Si duket, arsyetimi edhe i trajnerit Luciano Spalletti para disa ditëve ka qenë për shkak mungesës tij të gjatë edhe përgatitjes fizike, ku ka thonë që është i mirë për 20 minutat e fundit, po përfundimisht më duket që Zhegrova është i gatshëm jo për 10 minuta, as për 20, për ndoshta për tërë ndeshjen. Do thotë u po vetë dje ndeshjen me Udinesen, për kupcin Juventusi e fitoi 2-0, i mjaftuan ata pak minuta për me elektrizu komplet stadiumin në Torino. Do thotë madje ishte në koment që i një tifozit Juventusit më faqe aty që ma shumë më kënaqi Zhegrova për 10 minuta se sa komplet pjesa tjetër e ekipit Juventusit për 8 minuta tjetër. Para se të inkuadroj, pati shumë komente në rrjetet sociale të Juventusit gjatë kohës apo zhvilloi ndeshja që futeni Zhegrovën brenda ndeshjes, futeni. Mirë, po një gjë të tillë po besoj që e ka po dhe ka reflektuar edhe vetë trajneri, pasi kemi deklaratën e tij pas ndeshjes ku thotë se Zhegrova ka lënë brenda aty ku të tjerët shohin mure, na duhet cilësi loje dhe unë po shoh gjithnjë më të mirë, ndoshta meritonte më shumë minuta loje. Ai është një fitil i ndezur, mund të friksoj në çdo moment sepse mund të shpërthej. Kjo është deklarata. Duket që Spalletti më në fund e ka marrë mesazhin për Zhegrovës, i cili pavarësisht minutazhës të vogël që ka pas, sa herë që inkuadru qoftë 5 minuta 10 e ka dëshmuar veten, edhe dje statistikat i pat impresionuese për atë kohë të vogël sa e pati në fushë, edhe ne po besoj që këtë vikend shtunën në ndeshjen në udhëtim kundër Napolit, Zhegrova ka me pas minutazh shumë të madhe. Edhe menimi jam është që Zhegrovës i duhet pikërisht ndeshje derbi me dëshmu veten. Do thotë kjo është një lojtar që mund të më bëjë dallimin. Është titullar? Nuk e di, ndoshta mund të jetë titullar, po nëse nuk është titullar, besoj që të paktën kundër Napolit gjysmore ka me pas lojë, sepse Zhegrova është i lindur për ndeshjet mëdha me bëu dallimin në krahun e tij. Beson se pas kësaj pikërisht edhe deklaratës që e lexoi edhe Blendi të trajnerit ka gjasa që në ndeshjet e ardhshme të ketë më shumë minuta Zhegrova? Përfundimisht ka me pas më shumë minuta se përveç trajnerit që e ka pranuar një gjë tillë se Zhegrova meriton më tepër, janë tifozë që po e duan, është po ashtu ylli kryesor i Juventusit në rrjetet sociale, çdo postim, çdo i dyti postim i Juventusit që ka të bëjë me Zhegrovën. Do thotë, kjo është investim atë gjatë i Juventusit. Mos është admini i faqes shqiptar, për shkak që realisht pothuajse secili postim në gjitha platformat e Juventusit ka të bëjë, madje edhe në ndeshjet ku ky nuk është titullar, prezantohet Zhegrova, pikërisht ekipi i Juventusit prezantohet me Zhegrovën. Postjen e tij. E shohim po besoj regjia na ndihmon këtu ndalje në LED edhe aksionin e djeshëm i cili më pas bëri bujë për gjitha platformat e rrjeteve sociale, ndërkohë unë edhe po i lexoj statistikat cilat u bërën të